nderuar futbollistë, drejtues klubesh, përfaqësues mediave, mirëmbrëma dhe faleminderit që keni pranuar sot ftesën e Federatës Shqiptare të Futbollit në këtë iftar le themi tradicional, sepse çdo vit federata e ka bërë tashmë traditë që të shtrojë një iftar dhe ky iftar nuk është thjesht ndarja e një vakti, po është shprehje e respektit për gjithë ata që e respektojnë e agjerojnë Ramazanin, shprehje e respektit jo vetëm për ne që jemi sallë, po për gjithë të paktën komunitetin tonë të futbollit. Dihet që ky muaj i Ramazanit është muaj i reflektimit, i sakrificës, i përkushtimit, por është dhe muaj i shprehjes së ndjenjave më të mira njerëzore të respektit për njëri tjetrin. Edhe loja e futbollit në fakt ka një lloj ngjashësie, sepse edhe në futboll duhet disiplinë, duhet unitet, duhet solidaritet, duhet pikërisht këto gjëra këto virtyte që merren apo që respektohen në muajin e madhëshëm të Ramazanit. Tani unë nuk dua të zgjas shumë, dua të uroj që të keni një agjerim të pranuar, siç thuhet në traditën e gjuhës muslimane, uroj që të keni shëndet dhe të mira, ju dhe gjithë komunitetit tonë, familjes tonë, futbollit, pavarësisht se nuk janë në këtë sallë. Edhe një herë, agjerim të pranuar. Faleminderit.